Zoti Kryeministër, aktualisht, siç e keni thënë edhe vetë në një fjalim drejtuar qytetarëve të Kosovës, qeveria juaj po përballet me ndjenjën e zhgënimit të qytetarëve dhe me një krizë të besimit politik. Cilat janë arsyet e një gjendje të tillë dhe si të tejkalohet ajo? Natyrisht se kemi arritur jashtëzakonisht shumë, por pritjet e qytetarëve kanë qenë edhe më të mëdha, krejt pritje këto të drejta dhe legjitime. Kemi pasur një progres të jashtëzakonshëm në ndërtimin dhe forcimin e institucioneve të Republikës e Kosovës. Jemi në fazën e rëndësishme të përmbylljes së procesit të pavarësisë së mbikëqyrur sipas planit të presidentit Ahtisari. Tani me institucionet e Kosovës janë forcuar dhe konsoliduar për të marrë gjitha përgjegjësitë që i takojnë, për të ushtruar ligjshmërinë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, për të thelluar reforma demokratike qoftë në politikë, qoftë në legjislacion, qoftë në ekonomi. Kur thoni përmbyllje e periudhës së pavarësisë së mbikëqyrur, kjo do të nënkuptonte largimin e misioneve mbikëqyrëse në Kosovë. Ato morën mandat të ri. Roli i misioneve ndërkombëtare është i përcaktuar me mandatin e tyre, në angazhimet e tyre facilituese, mbështetëse dhe mbikëqyrëse në angazhimet e institucioneve të Republikës e Kosovës dhe ndërtimin e raporteve të reja të Kosovës me vendet tjera. Jemi në prag të shpalljes së opinionit të shumë pritur të gjykatës ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës. Pavarësisht nga vendimi i gjykatës, për Kosovën do të ketë vetëm ecje përpara, do të ketë njohje të reja dhe do të kemi një afrim edhe më të madh të Republikës e Kosovës për të integruar edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian, por edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Zoti Kryeministër, thatë më herët se institucionet e Kosovës janë të gatshme të marrin gjitha përgjegjësitë mbi vete. Ju keni thënë se jeni ju udhëheqësi i luftës edhe kundër korrupsionit në Kosovë. Një pjesë e kabinetit tuaj administrativ po hetohet për përfshirje në përdyshimet për përfshirje të mundshme në korrupsion. Pra sa keni ju dieni? A janë të shndrueshme dhe çfarë do të bëni ju? Sondimi i ligjit ka qenë një nga prioritetet top të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe një nga prioritetet top edhe të mia të personale. Do të vazhdoj të jem në balë të luftës kundër të keqes, do të jemi të pa kompromis, të gjithë janë të barabartë para ligjit. Respektimi plot i ligjit është detyrë imediate e të gjithëve. Natyrisht se ky proces është i ndjeshëm, por nuk do të ketë në asnjë rrethon kompromis, do të vazhdohet punohet maksimalisht me gjithë faktorët e relevantë dhe konftuar gjithë skenën politike që të më bashkohet në këtë betejë të rëndësishme për ndërtimin e shtetit demokratik, shoqërisë multietnike, perspektive së qartë evropiane, e ka mbështetjen e plotë të faktorit ndërkombëtar në këtë betejë. Zoti Kryeministër, thatë më herët se keni mbështetjen e fuqishme ndërkombëtare. Tash po tërheq një paralele. Kur filluan hetimet në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit, reagimi juaj u cilësua si relativisht i ashpër kundër EULEX-it. Tash keni një gatishmëri për bashkëpunim të ngushtë. A mos ka pak kundërthënie në këto dy qëndrime? E konfirmoj, institucionet e Kosovës janë të zotuara dhe kanë autoritetin, janë të konsoliduara, kanë fuqinë të jenë në balë të angazhimeve udhëheqëse për shtetin e Kosovës. Kemi ndërtuar kapacitetet e plota, qoftë politike, qoftë të drejtësisë. Unë kam besim të plot tek prokurorët, tek gjyqtarët dhe gjithë, edhe institucionet, edhe qytetarët, por edhe ndërkombëtarët, tani me duke krijuar një opinion të përbashkët të angazhimeve dhe veprimeve, mund të them, në këto përkushtimet të cilat jam duke i udhëhequr, konftuar edhe gjithë skenën politike, sepse lufta kundër korrupsionit do të zbërthehet, do të luftohet që nga dita parë e lirisë e Kosovës, nga viti 99 deri me tani e tutje. Do të jetë shumë dimensionale, e thellë dhe e pa kompromis. Do të jeni të pa kompromis edhe brenda radhëve të qeverisë suaj, Zoti Kryeministër? Të gjithë janë të barabartë. Para ligji nuk dëshiroj dhe nuk do të pretendoj e nuk duhet askush të angazhohet për politizimin e këtij procesi. Sondimi i ligjit është mbi të gjitha, të gjithë janë të barabartë para ligjit, kështu që presë mbështetje nga të gjithë. E përmendet rrjedhat që mund të presin Kosovën pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe në këtë kuadër janë paralajmëruar edhe bisedimet të mundshme me Beogradin. A mund të jetë veri u temi këtyre bisedimeve? Për neve gjendja aktuale është
e papranueshme në veri, atje duhet dhe po punojmë që të vetëdijshmëria plot në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës për formimin e komunës së re dhe organizimin e zgjedhjeve të lira. Në të njëjtën kohë nuk do të ketë në asnjë rrethon me asnjë çmim negociata për statusin apo kthim prapa për Kosovën apo për integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Këto çështje janë të përmbyllura një herë e përgjithmonë, ndërsa jemi të gatshëm për ndërtimin e relacioneve të reja mes Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete të veçanta, natyrisht si me vende tjera fëmijë. Është në interesin e paqes, stabilitetit, bashkëpunimit të dhe perspektivës euroatlantike të rajonit. Zoti kryeministër, i falenderoj shumë. Faleminderit gjithashtu për ju.